Për të gjetur shtëpi në Gjermani, mund të plotësoni këtë formular, të cilin do ta shikojmë së bashku, dhe stafi i drejtë Gjermanisë do plotësoj kërkesën tuaj me ofertën e banesave aktuale. Plotësojmë formularin. Klikojmë linkun në bio. Kërkesë për akomodim. Shënojmë emrin dhe mbiemrin. Më pas numrin e telefonit duke zgjedhur kodin. Më pas shkojmë nëse posedojmë një leje pune të vlefshme dhe japim opsionin po. Gjithmonë nëse e keni. Më pas duhet të vazhdojmë me cili është dokumenti që posedon. Informacionet tu janë personale. Kush është profesioni. Data mund ta zgjidhni, unë kam lënë standarde. Sa persona jeni, në cilin qytet kërkoni akomodim. Kjo është shumë e rëndësishme sepse shumica për jush më pyesin nëse ka mundësi që të gjejmë në Hamburg, në Frankfurt, në qytete të tjera. Këtu keni listën në cilat vende punon dhe operon drejt Gjermanisë. Kështu që vetëm në këto zona mund të gjeni shërbimin. Sa dhoma duhet që të ketë apartamenti dhe nëse keni një shënim për stafin e drejt Gjermanisë. Dhe më pas bëni kërkesën. Ky është i gjithë procesi dhe më pas agjentët do ju kontaktojnë.